Shikues të nderuar televizor shqiptar të Amerikës, ju përshëndes. Jemi në emisionin Univers. Sot do të flasim për një çështje jashtëzakonisht të rëndësishme. Është një tematikë e cila nuk është personale, por është e gjithë komunitetit shqiptar, jo vetëm i Michiganit, por këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës, pasi brezi i ri, jo vetëm që ka filluar të studiojë, të mbarojë universitetet, por ata kanë dhe ambicie më tej për të shkuar deri në Kongresin dhe Senatin Amerikan. Jam me emocione, pasi do të flasim për kandidaturën e Robert Lulgjurajt, i cili është një djalë që ka lindur e shritur këtu në shtetin e Michiganit, me origjinë nga Malësia, i cili pasi ka mbaruar shkollën dhe gjithë tjerat, pasi ju keni informacion tashme, ka qenë prokuror dhe ajo që më ka gëzuar mua e ka lënë punën duke hyrë këtë garë në mënyrë serioze dhe ka vënë kandidaturën për të shkuar në Kongresin Amerikan në distriktin e 10 të Michiganit. Për të folur për rëndësinë e kësaj nisme, për të folur për mënyrën dhe format e mbështetjes që Roberti të mos ketë një ëndër vetëm paralizuar, por të realizohet, mendoj që jo vetëm të ftuarit që kam sot, po çdo person tjetër që ka dëshirë të vijë në emisionet tona dhe të bëjë thirrje komunitetit për ta mobilizuar komunitetin më shumë, pasi kemi mundësi, se nuk duhen gjërat të mëdha, janë gjërat vogla, janë angazhime personale, familjare, edhe organizime shoqërore që kemi ne këtu në komunitet, të vinë dhe të mbështesin këtë nismë të Robertit. Roberti është një person që ka arritur vetë të hyjë në këto gara. Nuk është prodhim, nuk është investim i komunitetit shqiptar. E këtë du të vlerësojmë, pasi është double vlerë për të. Por për të folur sot për këtë çështje, sigurisht ka dhe tjerë që do të kemi në panel herë të tjera, unë kam ftuar këngëtarin e mirënjohur Fran Gjokaj, biznesmen shumë i suksesshëm, aktivist, është në vete Frani një institucion, aktivitetesh, idesh të cilat i ka realizuar dhe realizohen me sukses, është quhet për idet me vlera që sjell në komunitet, të lidhur ato me vendlindjen. Zoti Fran, mirë se ke ardhur. Faleminderit, zoti Gani, mirë se ju gjetëm. Kam kënaqësi kur ju kam në panel, pasi edhe herë tjera kemi qenë së bashku, ju jeni një person që keni një eksperiencë shumë të madhe, komunitare, dhe unë ju falenderoj që jeni gjithmonë, çdo njeri ka hallet e problemet e veta, por ju jeni i gjendur gjithmonë dhe ju falenderoj që morët pjesë në këtë panel. Po ashtu është edhe Noni Goqaj, është biznesmen, Noni është edhe antar i kryesisë të partisë në Amerikën konservator i partisë republikane, i cili unë kam qenë vazhdimisht e kam parë, ka dhënë një kontribut të madh në fushatat elektorale, në aktivitetet të ndryshme komunitare këtu në Michigan dhe më gjerë. Zoti Noni, mirë se ke ardhur. Mirë se u gjetëm, faleminderit për ftesën. Kënaqësi jam me Fran Gjokën si pjesë e panelit. Kënaqësia jo gjithashtu. Kënaqësi me kanë gjithmonë në Albanian TV. Faleminderit. Unë ju falenderoj zoti Goqaj, sepse të argënohesh në një aktivitet, në një nismë komunitare, nuk është gjë e vogël. Duket në pamje, por është edhe suport, është angazhim, është edhe vlerë, sepse unë mendoj që komuniteti që na dëgjojnë sot, mendoj se të gjithë do të kenë një reagim pozitiv për rastin e Robertit. Për një pyetje për dy juve, cila është rëndësia e angazhimit të Robertit, kandidimit të tij, iniciativës të tij, që do të shkojë në Kongresin Amerikan. E thash, do të shkojë pasi kam besim dhe kështu do të flasim. Gani, edhe njëherë të falenderojmë shumë për pasqyrimin, rrezatimin e shpërndarjes së vlerave të komunitetit të shqiptarëve të Michiganit nëpërmes televizorit shqiptarëve të Amerikës, dhe nuk është rastësi që je një mishrim i aktiviteteve, jetës së përditshme të shqiptarëve këtu. Pra, të falenderoj nga zemra për kontributin, për vlerat që jep nëpërmes televizorit, për jetën tonë të përditshme në mërgim. Për sa i përket kandidaturës zotit Robert Lulgjuraj, unë kam mbi 3 dekada që jetoj, punoj dhe veproj në komunitetin e shqiptarëve të Michiganit,
kam parë dhe ndjekur përditshmërinë e zhvillimit të jetës së shqiptarëve, integrimin e shqiptarëve në jetën amerikane, shkollimin, dijen, kulturën, dhe mendoj se çdo gjë vjen në kohën e duhur, në momentin e duhur dhe me personin e duhur. Dhe mendoj që është koha e duhur, është personi duhur që zëri i shqiptarëve të përfaqësohet ku më mirë se në Kongresin Amerikan, aty ku ndahen fatet e botës, se sa nga një djalosh mund ta quaj, mjaft i përkushtuar, i përgatitur, intelektual, me një shpirt dhe zemër të madhe, siç është Robert Lulgjuraj. Pra si rezultat i integrimit, i ndërgjegjes, i dashurisë që kemi për këtë vend, të bekuar, që e kemi në çdo hap të historisë së kombit ton, ka ardhur koha që shqiptarët të përfaqësohen në Kongresin Amerikan dhe ku më mirë se nga një djalë malësie, pra nuk është rasti që malësinë e kemi edhe pararojën e flamurit, siç thot në një varg poeti i nderuar Gjollin Lumaj, prej malësie dora dorës, turrin merr drejt sheshit Vlorës. Pra malësinë e kemi atë që i ka pri historisë kombit. Dhe më duket një gjetje shumë e mirë dhe një përfaqësim shumë dinjitoz nga Robert Lulgjuraj për karrigën e Kongresit. Dhe ju uroj shumë suksese nga zemra dhe jam shumë krenar. Faleminderit zoti Gjokaj. Që ka më shtuam pas fjalëve aq bukura që i tha Frani, e rështoj aq shumë bukur, por unë do të them që për mendimin tim kjo është një rast shumë unik për kombin ton, që Roberti si kandidat për distriktin e lehtë në Michigan, që erdhi sikur mbas një shkollimit që e ka ellën nga një prindje shumë fantastike, me përjarlën nga malësia jo në grudës. Roberti është një punëtor i jashtëzakonshëm, i cili me kontributet e tija qysh në fillim në Partinë Republikane, me të rritë Republikan u angazhua, la ishte një shtynës shumë i madh për Republikanët që fituan në rastin e 2016 dhe në rastin 2024. Roberti na ban krenar të gjithëve si komunitet shqiptar që të integrohemi në jetën politike, që është një gjë shumë e rëndësishme për komunitetin ton, për fëmijët tanë, alla nep një shembull, një rast unik, një rast që filloi që do të frymëzoj shumë gjeneratat e ardhshme, që ne kemi mundësinë që një ditë të prezentohemi në Kongres, dhe besojnë që me Robertin do të prezentohemi, do të jenë zëri ynë, zëri shqiptarëve, zëri punëtorëve, zëri të gjithëve së bashku, të gjithë komuniteteve. Besoj se veprimtaria, iniciativa e zotit Lulgjuraj kalon për te partive në rastin konkret, pra Republikan, Demokrat. Cili është mendimi juaj për rastin konkret? A do t'i kemi neve mbështetjen e gjithanshme të shqiptarëve duke parë si një eveniment historik, ta bëjmë së bashku historinë? Në realitet, mendoj që edhe Partia Demokratike edhe Partia Republikane kanë vendimmarrjet historike në jetën e shqiptarëve, pra të dyja janë gjendur në rastet më të vështira të historisë së kombit tonë, dhe mendoj se në rastin konkret, pikrisht për të mbështetur kandidaturën e Robertit, mendoj që ne shqiptarët nuk do të shikojmë shumë kësaj radhe ndarjen e partive, sepse do të kemi zërin ton që, siç e thash, është rasti rrallë, është një histori që po bëhet, dhe në këtë rast të rrallë nuk mendoj që do të shikojmë shumë edhe bindjet e partive, se sa bindjen e përfaqësimit të kombit ton në këtë komb ku të dyja partit ju gjetën historisë kur na thëriste. Zoti Noni, neve kemi kaluar 25 vite si televizion, kemi bërë mira emisione, unë kam kaluar bështa mira, 3.000 që kemi bërë emisione të ndryshme, janë pa numëruara, por nëse Roberti, ose së bashku Roberti do ta çojmë në Kongres, këto do të ngelen emisione historike. Dhe
mendoj se ju, duke qenë edhe nga zona e Malësisë, keni njohje për Robertin më shumë se sa unë e Franin e dy kemi takuar, por cili është Roberti në njohjen tuaj për shikuesit, pasi duhen edhe elemente të personalitetit ti. Robertin e kam njoh para disa viteve, faktikisht me rastin e krijimit të shoqatës konservatore republikane shqiptare-amerikane konservatore, të cilët e krijoi Mark Gjokaj, së bashku me Robertin Ellon isha si pjesë e nisme si iniciativë. Duke parë Robertin me një prejardhje nga Malësia, Grudës, gjyshja i erdhën në vitet e 70 në Amerikë, duke si shumë emigrantë që emigruan për një jetë më të mirë, duke bërë punët në industrinë e automobileve, gjyshja i punonte në restoran, vjen nga një familje shumë e respektuar, gjyshin e kishte shumë të njohur me traditë shqiptare, me traditë shumë fisnike, bujare, si në përgjithësi si shqiptarët e Malësisë, por edhe jemi gjithë së bashku gjithë shqiptarisë. Roberti e ka një veçanti shumë male, është shumë i përkushtuar, punon 14 orë në ditë, 15 orë në ditë, është qyshtë në mëngjes deri në mas mesnatet, punon, ka shumë zell për punën, ka shumë energji, ka shumë dituri, edhe shkollimi i tij, të cili u shkollua, edhe ishte një shqiptaro-amerikanë prokuror shumë i rëndësishëm, një prej matrive që ishte në Wayne County, ashtu edhe në Macomb County. Tani ai është shumë i përkushtuar me fushatën, e ka lënë edhe punën, tani edhe është vetëm në fushat, ka shumë njohje prej Washingtonit deri te Partia Republikane në Michigan, gjithçka që është të shkua, sikur kampanja gjithçka është të shkua shumë mirë, edhe shpresat janë shumë të larta, edhe suport janë shumë i madh. Faleminderit, edhe bashkë, po edhe shumë me ju keni takuar Robertin. Përshtypja juaj për këtë djalë që ka marrë iniciativë zakonisht ishte vështirë, është fisnike, por mendoj se është edhe realizueshme. Edhe unë, duke parë njohjet e mia personale, kam parë tek Roberti një djalë me energji shumë pozitive, me vlera të jashtëzakonshme, një intelektual, një djalë i vendosur, dhe mbi gjitha që vjen nga një familje me shumë tradita, nga një zonë me shumë tradita, mendoj që është shumë i mirë përgatitur që të përfaqësoj jo vetëm shqiptarët, por distriktin ku përfaqëson me dignitetin më të lartë dhe vërtet i besoj shumë atij djali dhe i uroj shumë suksese. Është i përgatitur. Zoti Koqa, juve jeni vazhdimisht kontakt me fushatën që po zhvillon Roberti. Është mirë për eksperiencë, por edhe për të zgjuar shqiptarët, jo për të mësuar, por për të kacmuar që ata të bëjnë si që kanë bërë të tjerët. Si ka shkuar deri tani fushata e mbështetja e Robertit, qoftë individualisht, qoftë si fis, qoftë edhe si komunitet? Po, përgjithësi fushata ka shkuar shumë mirë. Ja nisim me një fundraiser, siç e quajnë, që bashkim fondesh nga familja Luxhuraj në shtëpinë e Palok Luxhuraj të avokatit, se cilin e përshëndes. Ishte një fisi i Robertit, e cili bani një bashkim fondesh shumë modest, edhe shumë I takonte se ishte biri i tyre. Po, ajo startoi, si me thonë, fundraiser, atër filloi mbas dytit e kisha Shën Palit, se ishte një natë elektrike, fantastike, me shumë suportues të komunitetit shqiptar, por edhe amerikan edhe tjerë, edhe kaldien, që janë po afrohen dita ditës, pjesë e fushatës së Robertit. Aty ishte një fundraiser shumë i rëndësishëm, por edhe shumë i suksesshëm në kishën e Shën Palit. Atëherë vazhdoi edhe me një bashkim në shtëpinë e Markut Gjokaj, të cilët bashkuan një shumë të konsiderueshme parash për fundraiser, por edhe të shtëpia e
prek shkrelit, të cilët i bën edhe disa tjera në një restorant fundraiser më të gjerë, po ashtu edhe Roberti mori pjesë në Dallas, Texas, me komunitetin në përgjithësi shqiptar Macedon, të cilët janë nga Macedonia, por shqiptar, të cilët kishin një fundraiser të përgatitur shumë mirë, dhe është shumë i kënaqur me edhe shumë pozitiv. Po ashtu, si që kemi marrë pjesën në Palazzo Grande, që ishte një nga evenimentet më të mëdha të Robertit, dhe një prej supportit më të mëdha që ka pas deri tani. Salla ishte shumë e mbushur, sidomos me judges, me kandidat për guvernor të Michiganit, që ishin disa aty, po electa state reps, që janë pjesë e Michiganit, të cilët i kanë lënë endorsement Robertit, edhe po fiton disa endorsements dita ditës, dhe si më thonë ashtu me ba një skuadër fituese për distriktin e lehtë të Michiganit. Zoti Fran, edhe individ veçantë, shoqata, organizata, institucionet fetare kanë programe? Patjetër, unë mendoj që Roberti nuk i përket më një familje lulgjuraj. Roberti është një lajm kombëtar, do më thonë është në çdo vend ku flitet shqip, gjitha krahinat, duhet të ngrihemi dhe të mbështesim. Vërtet, vjen nga një familje lulgjuraj, por misioni i Robertit tani është birë i çdo familje shqiptare, i çdo krahine. Dhe e përgësoj shumë komunitetin e Teksasit, që ka dhënë kontributin e tyre. Mendoj që gjitha krahinat duhet të bashkohemi, sepse e dim shumë mirë se në Amerikë, sidomos në Amerikë, fondet kanë bëjnë shumë. Do më thonë, duhet të suportojmë, duhet të japim gjitha krahinat, sepse kemi një rast unik, si që është rasti i Robert Lulgjurajt, që gjithë duhet ngrihemi dhe të mbështesim, të suportojmë nga ana financiare. Është një rast vërtet historik. Faleminderit. Zoti Gojçaj, si është pozicioni i Robertit drejt primares? Sipas anketimeve që i bëjmë, është në pozicion shumë të mirë. Tani bëjnë këso straw polls, si që thonë në anglisht, apo këso, si më thonë, përgjithësi marrin mendimet e njerëzve. Duket se është në, si thonë këtu në Amerikë, pole position, është në numri 1 tani për tani. Kontaktet janë me Washingtonin, Washingtoni i shef këto gjana shumë afër, dhe duke pas, sidomos në mbështetjen e Brian Pennebaker, që është njëri kyç për Auto Workers for Trump, që i ka punua, dhe ka kënë në Washington disa herë, po ashtu edhe Roberti, duket se sinjalet janë shumë pozitive, dhe numrat janë shumë të kënaqshëm deri tani të fondeve, edhe Washingtoni duket se pjesërisht është i kënaqur, por do të shohim edhe në fund shtatorit kur të dalin numrat se Roberti do të jenë një prej kandidatëve kryesor, edhe me shumë suport se çdo kandidat tjetër. Para se të shkojmë tek një apel që ju mund të bëni për komunitetin shqiptar, jo vetëm këtu në Michigan, që ai është në distriktin e 10, por suporti mund të vijë nga New Jersey, mund të vijë nga New York, nga Boston, nga Florida, kudo. Ku janë shqiptarë, ku jeni të nderuar shqiptar, në një shkrim para ca kohë, zoti Gjoka, unë kam shkruar të ham një vakt më pak, një javë të japim Robertit ato para, sepse jam i bindur që do të vinë. Pra, pyetjen për ju e kam kështu. Në çfarë mënyre mundet të suportoj komuniteti Robertin, sepse nuk janë të vështira ato që duhen bënë. Dhe çdo njeri ka mundësi, qoftë edhe punëtori i thjesht dishuazher. Po ju keni eksperiencë të dy për zgjedhjet. Tani kemi qenë gjithmonë për të tjerët. Tani kemi rastin të ndërtojmë një gjë për vete. Si e komentoni? Unë jam dëshmitari shumë fushatave këtu, do më thënë, nuk është thjesht që t'japim gjithë para. Mund t'japim kontribute nëpërmes kontaktit të miqve tonë, të kolegëve tonë, të afërmëve tonë, që të gjithë të japim nga i pak kontribut, por edhe me miqtë tonë amerikanë që kemi. Zoti Gjoka, a mund të ndalesh pak me këto elementet, ju i keni të përvetësuar për veten tuaj, po për t'i bërë të ditur që t'i kuptojnë njerëzit më mirë me shembull. Gani, duhet të sensibilizojmë të gjithë.
Ndihma nuk është thjesht kush ka t'japin, domethënë në financiar është shumë important, por edhe ana tjetër që të trokasim derë në derë të gjithë miqtë e miqve, të krijojmë një rrjet të mirë organizuar, një tip operation me detaje, që të ngrihemi të gjithë se i cili nga pak, qoftë studentët duke komunikuar me studentët tjerë, qoftë klasa punëtore, gjitha sektoret ku janë shqiptarët, duhet të ngrihemi sepse kemi rastin historik të kontribojmë me gjitha mënyrat, sepse unë i kam parë fushatat tjera presidenciale apo tjera se si ngrihen për të suportuar kandidatin e tyre gjithë. Ne kemi rastin, ne shqiptarët, kësaj radhe pa dallim. Nuk mendoj që në kësaj radhe du të shohim Robert Lurgjurën si një kandidat republikan. Do të shohim si një kandidat dhe një përfaqësim i zërit të shqiptarve, i rinisë mirë edukuar shqiptaro-amerikane për të realizuar ëndrrën që na ka ardhur rasti sot. Pra, themo sot o kurrë, të ngrihemi dhe të suportojmë kandidaturën e Robert Lurgjuarit me gjitha mjetët dhe mënyrat tona. Shumë faleminderit, zoti Goqe, mund të shpjegosh pak për votën. Pra, një familje më jep votën 100% Robertit, po a ka mundësia jo që ta zjeroj rrethin aty në lagje, në zonën e saj? Absolutisht se po, thallë shumë mirë, Frani. Zakonisht kur e kam i fi eksperiencë, sidomos kem ban fushatën për Trump herën e fundit, si më thamë, me i ra dera, si më thamë, me shkua të kojshia, me shkua në lagje, me marrë informata dhe me i shpërnda, kështu e bajnë bota e civilizuar, kështu e bajnë Amerikanët, vinë me pamfleta, si që vinë me informatat Robertit, tanë çdo janë prej nesh muj me i ban një kontribut sa do pak. Mos mundet, si që tha Frani, financiarisht, mundesh me influenca jote, si me thonë, mundesh si në social media, si me ba në i shpërndamje në një statusit apo si në i video të Robertit që njerëzit tjerë të shohin le të informohen për se ku është fushata, si jetë fushata, le të njohen me kandidatin. Është shumë e rëndësishme që si shqiptarë të gjithë së bashku, pa marrë parasysh, Republikan Demokrat, pa më varun, të gjithë jemi së bashku e duhet të jemi në basë Robertit, sepse kjo është një rast unik. Rast që na erdhi për një rast që s'do ta kemi për shumë vite menoj. Sepse është në distriktin e lehtë në Michigan, por edhe kemi disa votime tjera për guvernër, të cilat të gjithë janë duke suban së bashku si koalicion, që në ndihmën bashkë me Robertin që ta fitojmë Michiganin, le të jemi të gjithë së bashku. Cilat do të ishe sugjerimi tuaj për komunitetin? Se cili nga ju mund t'japi një mesazh me argumenta, si mendoni juve, kamerat janë për ju, pasi ne do të jemi edhe herë të tjera së bashku, nëse nuk kemi ndonjë gjë për të shtuar para se të bëni këtë thirrjen. Edhe një herë mesazhi im i dal nga zemra e sinqertë është për gjithë bashkëkombësit tonë, që jetojmë në këtë vend të bekuar, në këtë tokë të bekuar, në këtë vend që përcaktoi historikisht fatet e kombit tonë, pra ja kemi gjithmonë me borxh dashurinë, ndjersën tonë, kontributin, besën e gjitha këtij vendi, këtij kombi, tani të mbështesim më shumë se kurrë djalin tonë, që ta kemi zërin tonë të bashkohet zërave të tjerë që u ngritën gjithmonë për të mbrojtur kombin tonë. Pra se i cili në mënyrën e tij është koha historike që të kemi një kongresmen shqiptaro-amerikan dhe të mbështesim me të gjitha mënyrat Robert Lurgjurin. Ju bëj thirrje shumë vëllazërore. Faleminderit për mundësinë, po kisha bën një apel për çdo bashkombës shqiptar që sa të keni mundësinë, do ju kisha lutë që të kontriboni, të informoni, të jepni sa do pak që keni ndoni nga ona financiare, po ashtu edhe nga ona e shpirtit, nga ona e zemrës, siç e tha Frani, për një djalë të artë i cili vjen nga një familje artë, kemi një rast unik që të reprezentohemi nesër në Kongresin Amerikan
me Robertin si një kandidat i cili është një prej kandidatëve më të kompletuar që ka pas distrikti i lehtë në Michigan apo edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si shqiptar amerikan ai do të jenë zëri jonë në Kongresin Amerikan për çështjet shqiptare, për çështjet që kemi lokale, për çështjet që kemi për Shqipërinë, për Kosovën e për gjithë kombin shqiptar. Ai do të jenë një zon i artë, një zon i pandalshëm, do të punoj për çdo shqiptar, pa dallim fejet, pa dallim partijet, pa dallim në përgjithësi. Ai do të jenë një zon i shumë i rëndësishëm dhe zoni jonë më i fortë në Kongres në 2026. Faleminderit. Shumë faleminderit. Unë ju falenderoj shumë për prezencën, për mesazhet dhe për informacionet të sotët, ishin me shumë vlerë. Mendoj se ato kanë ndikimin e tyre në komunitet. Ju falenderoj dhe në emër të shikuesve. Shikues të nderuar, ju rikujtoj se iniciativa që ka marrë zoti Robert Lulgjuraj për të shkuar në Kongresin Amerikan duhet të jetë në agjendën e çdo personi që është shqiptar amerikan këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe ju e keni mundësinë, të gjithë shqiptarët janë patriota, janë njerëz të mirë, dashur, i mbështesin sukseset, por që të kemi rezultate duhet që të veprojmë. Dhe mendoj se së bashku do të çojmë Robertin në Kongres, së bashku do bëjmë historinë dhe emisionin në fillim kur e nisa që çela, pasi do të kemi çdo javë të ftuar për Robertin për një vit. Nga tash, ne kemi filluar, kemi 3-4 muaj, por do të kemi të ftuar dhe emisionin mendoj të quajmë për Robertin në Kongres. Nuk e di nëse ma aprovoni ose mund të ndryshojmë, se s'ka ndonjë problem. Mirë është. Për Robertin në Kongres. Shikues nderuar, duke falendëruar edhe një herë për vëmendjen, miru pafshim gjithmonë emisionet të gëzueshme, të suksesshme për ne shqiptarët. Miru pafshim.